Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar minutat e editarit informativ në RTS Gjirokanstra kundër të tjera sot do të ndiqni. Gjatë vitit 2026 Bashkia e Dropullit do të jetë përfituese nga fondet e disa projekteve të Bashkimit Evropian. Këto fonde do të investohen për të përmirësuar infrastrukturën në tre njësitë administrative të Bashkisë Dropull. Një hap tjetër të rëndësishëm në politikat e parandalimit të sëmundjeve infektive dhe onkologjike ka hedhur Ministria e Shëndetësisë, që prej janarit në programin kombëtar të vaksinimit kundër virusit të papilomës humane janë përfshirë edhe djemtë e moshës 13 vjeçare. Fillimisht në këtë program hyn vajzat e kësaj moshe që në nëntor të 2022-shit me qëllim parandalimin e kancerit të qafës së mitrës. Rreshjet intensive në ditët e para të muajit janar kanë nxjerrë jashtë funksionit të rrjetin e ujësjellësit në fshatin Likomil të Dropullit të Sipërm. Gjithsesi, banorët furnizohen provizorisht me ujë të pishëm nga një burim tjetër, atë të Pepelit. Mes 40 kurseve që ofron Qendra e Formimit Profesional në Gjirokastër është edhe udhërrëfyes turistik. I çelur së fundi duket se ka marrë interes të shtuar për mundësinë që u jep të rinjve për të punësuar në sektorin e turizmit. Aktualisht janë 27 persona që ndjekin orët e teorisë dhe praktikës, të cilat zhvillohen si brenda qendrës ashtu edhe në terren. Ju njohim tani më gjerësisht. Gjatë vitit 2026, Bashkia e Dropullit do të jetë përfituese nga fondet e disa projekteve të Bashkimit Evropian. Këto fonde do të investohen për të përmirësuar infrastrukturën në tre njësitë administrative të Bashkisë Dropull. Bashkia e Dropullit ka ndjekur një politikë efektive për të shtuar burimet e financimit dhe si rrjedhoi sasinë e fondeve publike. Përveç të ardhurave nga taksat vendore dhe financimin nga buxheti i shtetit, drejtuesit vendor janë përfituesë të disa projekteve të Bashkimit Evropian. Kryebashkiaku Dimitra Toli thekson se gjatë vitit 2026 në Bashkinë e Dropullit do të lëvrohen fonde edhe nga disa projekte të tjera të Bashkimit Evropian. Ne kemi fituar 3 projekte të rëndësishme, janë dhe projekte të tjera, po është projekti Ekstrovert, është një pjesë rrugë që na bashkon nga Bulerati me qendrën e Bodrishtës, edhe pjesa tjetër është rrugë në Pogon. Kur themi në Pogon është nga stacioni Bijor deri në Hlomo, që këto janë kryer të gjitha procedurat dhe me fillimin e vitit fillojnë punimet. Në këto kemi fituar dhe një projekt tjetër që quhet Ipiros me Dajm, që ka të bëj me shëndetësinë, edhe bashkia jon ka marrë përsipër të realizoj platformën e telemjekësisë për të mundësuar qytetarët e Dropullit dhe të Pogonit të bëjnë analiza tu dhe në bashkëpunim me spitalin e Janinës të dërgojnë direkt në kohë reale, do me thënë të dërgojnë direkt analizat. Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë së Greqisë dhe me spitalin e Janinës. Kish një projekt i rëndësishëm, edhe ky projekt do të filloj në janar, se janë bërë të gjitha procedurat dhe jemi drejt fillimit, edhe urojmë që të jemi në mbështetje të banorëve tanë, që është shumë e rëndësishme. Edhe me këtë projekt do mundësojmë pajisje mjekësore në 4 qendrat shëndetësore të bashkisë tonë. Projekti i tretë është projekt GAP quhet, është ndriçim nëpër fshatra, nëpër qendrat e fshatrave. Kemi përzgjedhur 5 fshatra që do bëhen ndriçim në qendrat e fshatrave. Gjatë 7 viteve të fundit, Bashkia e Dropullit ka përfituar fonde mbi 3 milionë euro nga projektet ndërkufitare të Bashkimit Evropian. Një hap tjetër të rëndësishëm në politikat e parandalimit të sëmundjeve infektive dhe onkologjike ka hedhur Ministria e Shëndetësisë, që prej janarit në programin kombëtar të vaksinimit kundër virusit të papilomës humane janë përfshirë edhe djemtë e moshës 13 vjeçare. Fillimisht në këtë program hyn vajzat e kësaj moshe që në nëntor pra të vitit 2022 me qëllim parandalimin e kancerit të qafës së mitrës.
Pas vajzave, për herë të parë në Shqipëri janë përfshirë në programin kombëtar të vaksinimit kundër HPV-s edhe djemtë e moshës 13 vjeçare. Duke nisur nga janari në vazhdim, djemtë e kësaj moshe mund të aplikojnë këtë vaksin falas në qendrat shëndetësore. Shqipëria përdor vaksinën 4 valente, thot Rita Hine, drejtoreshe e qendrës shëndetësore Bashkia Gjirokastër. Në muajin janar, në të gjitha qendrat shëndetësore, ka filluar aplikimi i vaksinës HPV-s edhe për djemtë e moshës 13 vjeç. Pra djemtë që mbushin moshën 13 vjeç në janar dhe në vazhdim, do të aplikojnë vaksinën e HPV-s njësoj siç e kanë aplikuar edhe vajzat. Çfarë është HPV-ja? HPV-ja është, ose ndryshe e shqipëruar, është human papilloma virus. Human papilloma virus janë mbi 100 lloje të këtij virusi, të cilat shkaktojnë sëmundje në organet, kryesisht në organet gjinitale, si te femrat ashtu edhe te meshkujt. Vendin ton aplikohet vaksina 4 valente, e cila është përgjegjëse për 4 tipe të HPV-s, 6, 11, 16 dhe 18. 6 dhe 11 janë përgjegjëse për shkaktimin e lythave gjinitale, ndërsa 16 dhe 18 janë përgjegjëse për shkaktimin e kancerit të qafës së mitrës. Në Shqipëri, vaksina HPV aplikohet si një dozë vetme dhe aktualisht është bërë planifikimi për të gjithë kategoritë e fëmijëve, të djemve dhe të vajzave që kanë mbushur moshën 13 vjeç. Ky proces për vajzat ka nisur që në nëntor të 2022 dhe nga viti në vit është vërejtur rritje ndërgjegjësimit mbi rëndësinë që ka për mirëqenien e shëndetit. Pavarësisht punës që kemi bërë si personel shëndetësor, fillimisht dhe mos tek vajzat është vënë një hezitim për aplikimin e kësaj vaksine, por shikohet që kohët e fundit ndërgjegjësimi është rritur, interesi është rritur dhe vajzat pothuajse pjesa më e madhe e kësaj kategorie e kanë aplikuar këtë lloj vaksine. Burime nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Gjirokastër bëjnë të ditur se që prej fillimit të fushatës 3 vite më parë janë vaksinuar 422 vajza. Rreshjet intensive në ditët e para të muajit janar kanë nxjerrë jashtë funksionit rrjetin e ujësjellësit në fshatin Likomil të Dropullit të Sipërm. Gjithsesi, banorët furnizohen provizorisht me ujë të pishëm nga një burim tjetër, ai Pepelit. Fshatat malor të Dropullit të Sipërm disponojnë shumë burime ujore. Gjatë 5 dekadave të fundit, përveç investimeve publike në rrjetin e ujësjellësit, kanë qenë vetë banorët që kanë kontribuar kryesisht me punë vullnetare. 15 banorë me banim të përhershëm në fshatin Likomil të Dropullit të Sipërm përballen prej disa ditësh me mungesën e ujit të pishëm. Njëkohësisht, gjatë fundjavës në këtë fshat vinë edhe emigrantët, sidomos ata që banojnë në qytetin e Janinës në shtetin grek. Fshati Likomil është fshati më i ri në këtë zonë, ku janë ndërtuar 2 rrjete ujësjellësi, rrjeti i vjetër nga burimi Pepelit dhe rrjeti para 3-4 viteve nga burimi Maritës Tugarës. Rreshtet e dëndura të shiut në fillim të janarit kanë dëmtuar rrjetin e ujësjellësit. Pasqyrave të fundit me rrjetin e ujësjellës në fshat na e dëmtoi krejtësisht rrjetin e ujit të pishëm. 3 vjet ne kemi marrë ujë nga mali i Tugarës. Ishte kaq i rrëmbishëm sa shpartalloi. Megjithatë, është gjendur një zgjidhje provizore, por banorët tregojnë jashtë kamerës se sasia e ujit është e pamjaftueshme. Një zgjidhje provizore me një ish kanali ujit të pishëm, kemi mirë neve para se të marrim tani. Marrim 2-3 litra ujë sa për të pirë. Nuk na mjafton as për të larë, nuk na mjafton as për lavatriqe e të tjera do me thënë që kanë zonjat e shpisë ose edhe neve as për të larë fytyrën. Njëkohësisht, në fshatin Likomil janë shënuar dome të konsiderueshme edhe në infrastrukturën rrugore, por me ndërhyrjen e strukturave vendore, pjesa më e madhe e tyre është rikuperuar. Mes 40 kurseve që ofron qendra e formimit profesional në Gjirokastër është edhe udhërrëfyes turistik. I çelur së fundit duket se ka marrë interes të shtuar për mundësinë që u jep të rinjve për të punësuar në sektorin e turizmit. Aktualisht janë 27 persona që ndjekin orët e teorisë dhe praktikës, të cilat zhvillohen si brenda qendrës ashtu edhe në teren.
kanë zgjedhur të frekuentojnë kursin udhërfyesi turistik i çelur së fundi në qendrën e formimit profesional në Gjirokastër. Pas 6 muajve, kursantët do të pajisen me certifikatën që u jep një mundësi më tepër për një vend pune në sektorin e turizmit. Më pëlqen të mirem shumë me pjesën e turizmit, jam edhe apasionuar pas historisë, edhe Gjirokastra i lidh shumë mirë këto të dyja. Edhe pjesën e turizmit edhe pjesën e kulturës, edhe historisë. Dhe kam zgjedhur këtë vend sepse e pëlqej dhe marrë një uri që më duhen. Shë veten si një guid në të ardhmen? Besoj që po të marrë një uri të duarave të jem më i aftë, besoj po. Besoj të aftësi që mund të nxjerr nga kjo kurseve. Kryesisht janë të rinj, por nuk mungon interesi për këtë kurs edhe nga mësues të gjuhëve të huaja dhe historisë, thot instruktori Blerim Topulli. Kursi udhërfuesit turistik është diku te 600 orë teori dhe praktik të fshirë dhe përmban një pjesë të madhe të rajoneve të Shqipërisë, pjesën historike, gjeografike, teknikat e udhërfimit. Dhe është një kurs i cili është, le të themi, shumë i këndshëm për të gjithë të rinj që duan të bëjnë diçka ndryshe në lidhje me trajnimet. Siç e dini, turizmi është një nga përparësitë në ekonomi dhe pjesa e guidës është një nga pjesët më të mirë paguara në treg. Edhe i ftojmë të gjithë të rinj që duan të bëjnë pjesë e kësaj, le të themi, eksperience, të bashkohen, marrin disa dije bazë që mund t'i zgjerojnë edhe nëpërmjet punës dhe praktikës në të ardhmen. Kursi është i akredituar, që kështu çdo kush që kryen trajnimin e plot mund të marrë një certifikim që do i njihet deri në licencim në të ardhmen. Për pjesën e moshave nuk është e ndarë, kryesisht pjesa e, le të themi, moshat e reja duan ta bëjnë si punë, sepse është dhe brezi që ka minimalisht një gjuhë të huaj, por që shohim edhe për shembull pjesa e mësuesve të gjuhëve të huaja, frëngjishtes, historisë, mësuesit e historisë, të cilët janë shumë të interesuar për ta zhvilluar profesionin e tyre më tej dhe ta kenë si punë të dytë. Aktualisht funksionojnë 2 grupe që ndjekin këtë kurs. Kursantët gjatë kësaj periudhe marrin një uri të duhura për mënyrën e menaxhimit të grupeve turistike, por edhe informacionet që duhet të përcjellin te vizitorët. Vijojmë me një informacion nga Rendi. Si rezultati i ndërhyrjes në kohë dhe i veprimeve profesionale të shërbimeve të policisë, parandalohet një ngjarje e mundshme kriminale në familje në fshatin Lulëzim në Memaliaj. Ushtronte dhunë ndaj bashkëshortes së tij dhe kanoste atë se do ta vriste, arrestohet në flagrancë një 53 vjeçar. U sekuestruar një armë zjarri pistolet që u gjet gjatë kontrollit në banesën e 53 vjeçarit. Shërbimet e stacionit të policisë Memaliaj në komisariatin e policisë Tepelen, pas njoftimit se një shtetas kishte dhunuar bashkëshorten e tij dhe kishte kanosur atë se do ta vriste, kanë organizuar menjëherë punën për parandalimin e ngjarjes së mundshme kriminale. Si rezultat i ndërhyrjes së shpejtë dhe profesionale të shërbimeve të policisë, është bërë neutralizimi dhe arrestimi në flagrant i shtetasit LD, 53 vjeç, banues në fshatin Lulëzim Memaliaj. Gjatë kontrollit në banesën e 53 vjeçarit, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një armë zjarri pistolet, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Materialet proceduriale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme. 2 shkollat e bashkuara të Dropullit kanë hartuar kalendarin e konsultimeve për nxënësit e klasave të 12-ta. Drejtuesit e këtyre institucioneve arsimore pretendojnë arritjen e rezultateve të larta dhe regjistrimin e maturantëve në shkollat e arsimit të lartë. Gjatë viteve të fundit, 2 shkollat e bashkuara në Dropull kanë arritur rezultate të larta, pasi shumica absolute e maturantëve janë regjistruar për të ndjekur studimin në institucionet e arsimit të lartë. Viti shkollor 2025-2026 ka të regjistruar 30 maturantë në 2 shkollat e bashkuara të Bashkisë së Dropullit, në Dervician dhe në Bularat. 16 nxënës janë të regjistruar në shkollën e mesme të bashkuar Bularat dhe 14 në shkollën e mesme të bashkuar Dervician. Pas udhëzimit të fundit, drejtoria e shkollës së bashkuar Dervician ka filluar përgatitjet për konsultimet e maturantëve.
U njohëm me rregullojnë e maturës shtetërore me urdhrin numër 602 të Ministrisë së Arsimit. Rregullorja kishte paraqitur datat e provimeve, të cilat ishin data 2 për gjuhën angleze, data 9 për gjuhën shqipe dhe letërsinë, data 16 për matematikën dhe data 23 për lëndën me zgjedhje. Krijohet komisioni shkollor i maturës shtetërore, krijohet grafiku i konsultimeve që do të fillojë që nga muaji i shkurt deri në përfundim deri në muajin maj, deri në fund të muajit maj. Fillojnë përgatitjet me testet model që ka dërguar Ministria dhe gjithë kjo puna pret që pas prezantimit me rregulloren dhe fëmijët maturantët ju lexuar rregullorja, u njohën me rregulloren, do bëhen takimet me prindër gjithashtu për të para përgatitur fëmijët e tyre në ditët e provimeve se si do të paraqiten në shkollë, çfarë kanë detyrime dhe ata, dhe kështu do të bëhet përgatitja e përvitshme e maturantëve për maturën shtetërore. Po thuaj se njëjta situatë paraqitet edhe në shkollën tjetër të bashkuar në Dropull, atë të Buleratit. Për sa i përket nxënësve të klasës së 12, shkolla jon ka marrë disa masa që në fillim që kur erdhi programi orientues për provimet e maturës shtetërore, janë dhënë udhëzimet e duhura, kemi filluar me përsëritjen paralele, punojmë me një libër i cili ka brenda të gjitha përsëritjet që nga klasa e 10 deri në klasën e 12. Kemi filluar edhe me testet, nxënësit janë njohur me testin paraprakisht. Dhe në vazhdimësi ne do të vazhdojmë që nga 2 shkurti do të fillojmë me kalendarin e konsultimeve ku çdo klasë, ku çdo mësues me lëndën e tij do të bëjë përsëritjen paralele për përgatitjen e nxënësve për provimet e maturës shtetërore. Shumica e maturantëve në 2 institucionet arsimore të Dropullit nuk janë banorë të kësaj njësie vendore. Teatri i Kukullave në Gjirokastër vazhdon të shfaq për vogëlushët gjirokastrit pjesën e titulluar Arinjtë e gëzuar, me të cilën u rikthye pas dekadash mungese te publiku i vogël. Shfaqja e 12 e kësaj pjese u ndoq nga nxënës të shkollës Kota Hoxhi. Kjo sallë është kthyer në vendin e dashur për fëmijët gjirokastrit. Është vendi ku ata ndjekin shfaqjet e teatrit të Kukullave, i cili është ringritur së fundi. Ta janë nxënës të shkollës Koto Hoxhi që shijuan lojën e aktorëve në pjesën Arinjtë e gëzuar. Nuk kemi bler dhuratat, more gjysh. Unë erdha të shikoj shfaqjen Arinjtë e gëzuar. Më pëlqeu shumë edhe kam dëshirë të vi përsëri. E shikova me motorën qeshte shumë anë motorën. Po më duk shumë e bukur si shfaqje dhe më pëlqen shumë. Duket se rikthimi në skenë po e shijojnë edhe aktorët që dikur i kanë dhënë shumë publiku të vogël, të cilët shprehen se kjo traditë e rilindur tashmë duhet të vazhdojë. Kemi mbi një muaj që po japim shfaqje për fëmijë. Kemi dhënë rreth 12 shfaqje me sukses gjithmonë. Fëmijët e kanë mirëpritur teatrin e fëmijëve. Gjithashtu, ne tani duhet ta falenderojmë 100 herë të bashkinë, se pas më shumë se 20 vjetësh, ne ringritëm teatrin e fëmijëve. Është një shfaqje shumë e vjetër dhe unë disa role nga këto që janë 4, kam luajtur 3 prej tyre dhe një rol që është kryesori, Topoçka, se është shfaqje ruse, që sot quhet Pepa ose Pepo në shqip. Është një rol brillant që unë e kam luajtur 2000 herë atë rol dhe ndjej një rilindje, një ringjallje për këto figura aq të bukura, sepse janë shumë praktike, shumë të kohës, sepse tregojnë që fëmia do të dalë jashtë sferës të familjes dhe në shoqëri, pra dhe vajtje në fshat, sepse ati duke gabuar edhe mëson nga jeta. Dhe ky është mesazhi që ne të lëvizim sa më shumë, të prekim natyrën, të prekim shoqërinë, që të civilizojmë, të marrim dhe kulturën bashkëkohore. Bujar Sulejmani zbulon edhe pjesën e radhës për të cilën po përgatiten. Mund të ngrëm shfaqjen e autorit të nderuar Tasin Gjokutës, Gjirokastrit, Kecin Burabesi. Dhe ajo shfaqje është vlerësuar në takimin kombëtar në Pogradec në vitin 2010, madje unë aty ka marrë kup festivali edhe një diplom. Mirëmëngjesi, moj gjyshe, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes,
Përfunduam këtu, të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi duke ju uruar shikim të këndshëm të programeve në vijim.